Si gjithmonë çmimet e konsumit të përditshëm njojnë rritje në prag festash, e sidomos për vitin e ri. Kjo gjë pasqyrohet në çdo treg në të gjithë qarkun e Beratit, ku çmimet janë rritur ndjeshëm, ndërsa qytetarët janë të kursyer me blerjet. Produktet më të shtrenjta janë frutat dhe perimet, ndërsa rritje të çmimit ka njohur edhe gjeli i detit, traditë e këtyre festave. Vetë qytetarët shprehen se ata janë më të varfër se një vit më parë dhe çmimet kanë njohur rritje të ndjeshme, duke u bërë të papërballueshme për ta. Po se ble dot, po nuk e ble dot, se ha pension marrim. Pensioni pak, nuk po e nështron në rama pensionin. Duhet të marrë sa më të lirë që të marrë edhe gjëra të tjera. Shumë të shtrenjtë. Që në unë kje 5.000 lek pension marrë. Që dhe marrë erë dhe marrë ilaçet që koj për në i zokë në ata 5.000 lekshit. Se s'kam qashu. Të pak dishe mbi 200.000 lek pensioni. Dhe unë gjelë që në i 5 vjeqë, se më kje 5.000 lek në bëjnë ilaçet. Po çmimet e tjera, fruta to. Kulmit kanë vajtur. Do marrim mas ashtu se na thonë që se kur do bini greku mos fëmijë që më lirë, se i merri për i merri e shtrenjtë. Ku ka populli lek? Çfarë do blesh për vit të ri, me që nuk e marke? Isha asgjë. Ka vajtur atje sa s'ka me. Pensioni shumë i ulët është, po çfarë të bëjmë? Detyrohemi ta marrim. Po marr një pulë të vogël ashtu. Sa për të thënë gjë. Për të pasur ka plot, po s'kemi çfarë të marrim. Nga ana tjetër, tregtarët shprehen se nuk janë ata fajtor për rritjen e çmimeve, por tregu. Tregtarët pohojnë se rritja e çmimeve e ka ulur mjaft fuqinë blerëse. Të njëjtin gjë pohojnë edhe rritësit e shpendeve. Dobët janë blerësi. Nuk ka dëm të shumë. Po si e shpjegojmë, nuk kanë njerëzit, ata i duan pa lek, neve s'mund t'i japim se kemi harxuar qimet e kokës kur i thonë. Fare nuk e përballojmë dot, po çfarë do bëjmë ne të vafit. Po çmimet mirë janë, po s'kan lek njerëzit. Pensionistë kanë ngel në përshpi, ku ti çim para, i për ilaçe apo të kaposhi. Sot mall, po në ditë të tjera dobët. Ka qenë shumë dobët. Deri tani ka qëndruar çmimi normal. As më lart, as më pak. Po ne kemi rritës e shkop. Jemi zero, jemi në humbje. Ai vjen këtu mendohet 200 euro para se ta marrë, e peshon edhe mendohet 200 euro para se ta marrë një kaposhë ose një pulë. Se ndodh po s'ka me zbarfëri ekstrem. Për shkak të çmimeve të larta, si dhe pamundësisë së qytetarëve për t'i përballuar këto çmime, tradita e trashëguar e mbushjes së tryezave gjatë festës së ndërimit të viteve, duket se po zbehet nga viti në vit.